Nëse unë isha kon këngëtar ose diçka tjetër, ishte tjetër muhabet. Unë kam qenë moderim në atë kohë, edhe një kohë pa ta pasur për shkak rasteve. Bukur, ke qenë i zoter, i normal që ke. Jo, unë për top fest kam qenë edhe 2005, kur ti s'ke ekzistuar hiç. 2005 në 2005 unë kam mis diaspora, ku më ekzistoi, po ti s'e ke di se je kon më pak informata. Për medium, unë e di çka ke bëj. Të lutem, 2005. Jena të informuar për çdo sa. Po për çfarë? Çka ku bë 2005 tjetër? Po çetë ku ke kon mis. Pa se s'e di. Po çka informatën. Po çetë çka ti do të virale me 60 video gjana ashtu çka. Ja, është 2010, mos i përzi. Po mirë do tash jam tha çka. 2005 tash ku bë tjetër. Unë kam mis Finlanda 2008. Po në Kosovë s'kena njoft. Jo në Kosovë ngrini njoft, unë kam të labi. Apo labi, kështu që. Na jo. Unë me kalzu drejtë. Unë kam. Po ne marrë çështë shqiptare, jo të Kosovës. Unë kom njoft u kon Big Brothers, kom njoft më herë. Po të thëj drejt. Po sovjetik i pizza. Ti je shumë i vogël. Jena di kështu thonë edhe shpati është më i ri. Ti apet sa vet apshe për muzdin. Për shembull, shumicën e rasteve mund t'rregues se çka po bën. Për shembull, jetën time në karrierë. Kam të borna që rritesh më shpejt. Unë s'kam mujt rrit më shpejt, çatër kom lind. Jetën time, pra ata që se kanë ditë, unë kam punuar në radio, jam kon DJ, kom lut basketboll, kom përfaqësu venin, kom përfaqësu veten mas ball, universitetin, më shumë gjëra të tjera. Mediumi tek masnena ka qenë Big Brother. Lejon veç pak dorën në zamër, s'është që si bën edhe ti ka pak të skandalit vogël për me nai çadër të Nadias. Po strategji. Rosti i fundit është rosti me dashurin tënd Gerti. Follow. Unë follow bilekum shku privat, thash a jeni të bëu me strategji apo jo, a vërtet? Mos i tregoj shkëjt jashtë. Po jo, ka mi tregoj diçka Po se ti e mon konstant edhe ti e keni far konstante për mos. Unë mendoj që do të më ka strategji. Unë mendoj që njerëzit do të më dinë. Kjo është mençuri, është shumë mirë. Apo është kjo tash fajin se publiku, audienca e merr dhe e komenton. Veç le ta pranojnë publikisht që i bën dëm mini skandale për me lajë në zona. Jo, nuk bëj mini skandale, unë veç bëj strategji. Kë ka dallim? Strategji ja, strategjia do të thonë që je mençur. Veç pranoj po, ai bën çdo strategjia. Ai bën çdo strategji bëj gjithmonë çdo ditë, unë shkoj në takim me ty sepse kam nevojë për të diçka. Unë kur nuk dal në takim pa nevojë, edhe sot i mor për një strategji. A mund të s'bën që si strategjia nuk jemon çanë vëmend, nuk jemon çelë. Që i kum po 15 deri sot. Që i kam do vjet më shumë. Mundet me publiku, me diçka do të me unë ka të gallone Xhuli. Çfarë ku je ku ti për shkak e hi për sanet on follow janë sanet adoleshent, më shumë për minin tamë na vetë. Çfarë to kanë vetë? Sanet follow janë më shumë sanet adoleshent. Na Xhuli, për follow kur na jena gazetarë dhe na i bëjmë lajmet. Po unë s'më më fol për dikon që s'është, do të më fol për Xhulin, për shkollën. A di çka shpotin e kam edhe shok si gazetar dhe i moj gazetar gjithmonë ofër. Se strategjia unë për shembull që ndritën, jo që e kam veç shok, po është gazetar, unë vyn. Këto unë vyn kjo, unë këtë gazetar i kam shok. Pse? Sepse unë vyn diçka, unë i tham, hey, çka është kjo informat, pse është që kjo? Unë mësoj për këtyve, unë mendoj që është budallaki, unë marr sot këto mos më mësu për juve diçka. Njëri me çom me çdo njeri që rrin. Nga mëngjesin 6 mëngjes që çuna, unë shkoj në gym që takoj lloj njerëzi në gjem që shkojnë te Flexi ku shkojnë në Prishtinë. E derisa shkojnë në aeroport, e shkojnë në Zvicër, e takoj shqiptar. Veç edhe e nona për me shfrytzu minutazhin televiziv për marketing. Po normal. Ç'se vesheni bluzë me çit reklama. Ja, unë vetë jam këtu reklama, kështu që s'kam nevojë me vesh bluza. Kështu që kjo është ajo. Unë sot i morr këtu me morr informata për juve. Ju në qofë se jeni të mençur, ju falnim për ato që mendoni, unë ja vjedhe ato të mirat e juve. Po të me folë të vishë. Po që? Unë e ban fulla Ti të Xhuli, që një vetë i kina marrë vesh. Ko shumë se në tjera. Edhe po veçani sa. Po shpat. Gjëllet në marrë për prajnë. Po, jo veçani sa vesh. Që projnë e kena sot. Desa ma përmanë. Sa në edhe në projnë më konë gjithmonë qendër vëmendje. Qa me bo që ti s'pedin me morë për qendër vëmendje? Po, si konë vazhjë. Qa me bo, jo shdo prajnë Xhuli u përfull. Kjut ma. Hajde për thuj shumë se ti ko ka konë gjumë akuma. Jo, faktikisht krejtë ajo që na e diskutume edhe ma herët për figurat publike që kanë met prej trampolinës së Big Brotherit tash e sa ko që flitet, është Xhuli. Prej Big Brother nish, Big Brother 2 i përmendet të harruar. Xhuli ka mbet veç me pitet e soj, se mos të ishin kompitet Xhuli. I lumt nëse ka mbet me pitet e soj se vetëm për pitet. Ajo Jo Xhuli, shumë mirë që ki met me pitet. Nëse ti e ki aftësi edhe gur me shit edhe gurshe. Unë e shes që të gota, më Xhuli nuk është as aktore, as këngëtare, është pak për me bërë muzikor. Gustë Xhulit jem prej këto, kështu që koncerte me bërë Xhuli. Kosh bektesh
do të me ditë me shit çdo sen për çat moment. Minutazha e mediave do të me ditë me shfrytzu çdo imazh që del. Te je qito, shëndriti është ato. Po pikërisht po them se ka kalu kohë që ka përfundu Big Brother Nishi për shembull. Dhe Gjuli ende është në studio televizive më tepër se sa të gjitha që kjo është qelësi, sepse ne dim që ata që morin vëmendjen dinë edhe më shkut prej mediave. Nuk është diçka që ka mujt me vazhdu si Adri Iliriana për shembull. Dikush mundet edhe më lodh për kësajna. Po, s'po du më shfaq, jam konsumu, nuk po du më konsumu mo, është imazh jam, unë e bëj çka du. Ose edhe mundohen më bëj interesant, ose unë shfrytëzoj për çështje tjera private që unë i kam gradualisht ose planet e mia. Unë mendoj se çdo situatë që po thu ti, që don thjesht jetën private dhe jetën me qetësu. Unë e kuptoj sepse lodhesh psiqikisht. Por njerëzit që janë shumë të fortë psiqikën që e kanë, emocionalen, gjithashtu fiziku ndihmon me moj që të dy sene up. Unë mendoj që njeriu do të me ditë çka është strategjia jote, çka po donte me arrit me këtë minutazh që është stadiumor këto. Unë du mi bë reklam gjërave që unë jam imazh, që janë pitet e Gjulit, që është Gjuli vet, që janë reklamet që unë i bëj, që i bëj unë edhe trip biznese tjera. Edhe njerëzit e dinë që Gjuli flet për çfarë. Po do me majt influencën tonë. Unë influenca është për mua gjithçka. Kjo është arsye pse unë jemi Big Brother. Kjo është audienca. Me tregut të kalumen dhe me mirë se ardhmja që unë kam strategjitë e mia ku keni mund po të ardhmë. Po pra, dhe mbi të gjitha ti fiton një respekt për njerëzve. Edhe do të me ditin me mojt imazhin. Problemi i sodit, çdo çik që u hi ose çdo femër që u hi Big Brother, un kam thirr gjël. Çfarë po më sugjeron, ku më thon, shumë është rëndësishme momentet kur ti don me kërsit, me moj qetësinë. Se që ato i hub po era te publiku. I hub edhe në jetën përditshme. Sa herë na kontakime me shëndritin, u më thon o zot, a durohet ky njeri. Po do të me ditë me mu sjell qatë situatë, sepse publiku, qaj njeri që është takim, kudo që t'jesh, qaj njeri të jep një imazh, të shtin në kornizë,